Vihet në funksion landfilli i Sherishës në Vlorë. Fillimisht bëhet fjalë për një periudhë 3 mujore testimi, ndërsa prej 3 ditësh mbetjet urbane depozitohen vetëm në këtë landfill dhe jo në vend grumbullimin e mbetjeve në qytet. Inspektimi shkryer këtë të martë edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, i cili ka quajtur një projekt vital për qytetin e Vlorës, por edhe Orikumin dhe Selenicën, pasi të gjitha mbetjet do të depozitohen në landfill. Vënia në funksionim e tij eviton njëkohësisht problematikën e krijuar ndër vite në Vlorë, ndërsa Dredha ka theksuar se kjo është vetëm qeliza e parë, pasi në vijim do të vihet në funksion edhe projekti brenda landfillit për seleksionimin e mbetjeve. Por kjo kërkon një periudhë të caktuar kohore deri në mbushjen e plotë të fushës së re, me qëllim për të mos dëmtuar shtresën e landfillit. Sot në fakt edhe do bëjmë një inspektim të landfillit i ri në Sherish. Është një kalvar kohor në fakt që ne premtojmë do hapet sot, do hapet nesër, por për shkak të procedurave në një farë mënyrë na ka penguar që ta çonim përpara këtë projekt. Fakti ishte vital për qytetin tonë, duke marrë parasysh edhe çka ka ndodhur në vitet e mëparshme apo kemi pasur raste të përsëritura të zjarrit në landfillin ekzistues apo në fushën e mbetjeve në Vlorë, dhe patjetër pastaj pjesa e dëmtimit të imazhit qoftë edhe në landfillin e Orikumit, gjë e cila nuk është se na nderonte, por që ne duhet të respektojmë procedurat siç e parashikon dhe ligji. Sot jemi këtu për të parë që puna ka filluar tashmë prej ditës shtunë në fakt. Premtim që ja kemi bërë banorëve dhe jam krenar që më në fund filluam. Është një investim gati 26 milion euro në total dhe ka disa faza. Faza e parë në fakt ishte investimi te fabrika që shikoni më pas, edhe patjetër edhe qelizat ku do të hidhen mbetjet në vazhdim. Jemi duke shfrytzuar qelizën e parë. Ndërkohë që ka edhe një fazë finale që ne themi të gjithë projektit, që është kapsulimi i fushave të mbetjeve, qoftë në Vlorë, qoftë në Orikum, ndërkohë që kjo qelizë këtu apo kjo fushë mbetje ashtu në landfill do të përdoret edhe nga Bashkia Selenicës. Kjo është kontrata që kemi bërë, janë 2 bashki që do të jenë në dispozicion, kjo fushë do të jetë në dispozicion për të hedhur mbetjet. Shpresojmë që puna të vazhdojë me cilësi ashtu si ne e duam, për të pasur një qytet më të pastër. Edhe më kryesori akoma është që nëse ju shikoni sot, fabrika ende nuk ka filluar punën totalisht, sepse ka një fazë preliminare që i themi ne, që quhet edhe fazë testuese, ku hidhen mbetje këtu, do të shtresëzohet fillimisht, duhet krijohet një stres me qëllim që ne mos të prekim membranën poshtë, pra mos të prishim, por të rregullojmë gjë, dhe pastaj do të fillojmë të diferencojmë gjitha mbetjet që mblidhen në qytet te fabrika atje, që është një fazë pas 3-4 muajsh. Pra hapi i parë është hedhja e mbetjeve këtu dhe mos përdoren më fushat qoftë në Vlorë qoftë në Orikum. Do të shikoni ndonjëherë, dhe këtë po e them vetë për të qenë edhe transparent me gjithë komunitetin, që ndonjë makinë e vogël teknologjike mundet të shkojë te fusha aktuale që kemi në qytet, po ajo është thjesht sepse nuk e përballohet një makinë e vogël që të vi deri këtu. Pastaj ne do t'i mbledhim atje dhe çfarë janë të reja, mbetjet të reja do t'i mbledhim pastaj në makina të mëdha teknologjike për t'i sjellë prapë në destinacion Sherishën. Rëndësi ka që ne filluam, jam shumë i lumtur që të gjithë kanë ndihmuar fort. Dua të falenderoj edhe drejtoreshën këtu Arionën, e cila ka qenë shtys shumë e madhe për ta çuar përpara gjithë procesin, ashtu sikur se gjithë konsulencat që kemi marrë edhe nga drejtoria e Kumit po donju, edhe nga Kemi dhe nga Ministria e Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe patjetër pastaj konsulenca që kemi në mënyrë të vazhdueshme me KFV-n apo Bankën Gjermane për Zhvillim. Shpresojmë që ritmi të vazhdojë, të jetë ai që duam ne. Rëndësi ka që ne filluam edhe premtim që unë ndjej ta them sepse ja kemi detyrim gjithë komunitetit, gjithë Vlorës. Dredha ka theksuar njëkohësisht se me fushën aktuale në Vlorë dhe në Orikum do të nisë fillimisht puna nga vetë bashkia deri në përfundimin e plotë të projektit që ka të bëjë me kapsulimin e plotë të 2 fushave të mbetjeve. Funksionimi i landfillit, por edhe kapsulimi i 2 fushave aktuale eviton dhe një nga problemet që ka pas qyteti edhe me zjarret, por edhe imazhin e qytetit duke ofruar tashmë një Vlorë edhe më të pastër. Sezon më i pastër nuk është se ne nuk punojmë. Edhe unë nuk do të mohoj punën e kujdo punonjësit të ndërmarrjes së shërbimeve të pastrimit, kanë bërë një punë kolosale, por ndonjëherë puna nuk ka duk. Kjo edhe për shkak të investimeve në infrastrukturë që ne kemi thënë pak më parë, që është investimi i ujësjellësit. Tashmë kemi filluar të risjellim në identitet edhe disa segmente rrugore në qytetin tonë, pra po riasfaltohen. Patjetër do të marrë kohën e vet, por rëndësishme është që puna ka filluar me ritëm dhe shpresojmë që shumë shpejt sidomos arteriet kryesore të qytetit të jenë mbuluara me asfalt ashtu sikur se kanë qenë para këto rrugë. Dhe patjetër mund të ndihet pastrimi i qytetit sepse ne do mundohemi si hap të parë, ne si bashki të fillojmë të bëjmë një ndërhyrje me forcat tona si bashki për t'i mbuluar me edhe deri diku dhe për ta rregulluar gjithë sipërfaqen qoftë
në Vlorë dhe qoftë në Orikum, dhe të shmangim zjarret. Ky është edhe objektivi final i joni, ne të shmangim zjarret sepse ajo ka sjell edhe një farë reagimi psikologjik të gjithë banorët që nuk po punohet, sepse shikojnë çfarë ka impakt në terren apo në mjedis. Mendimin e të gjithëve, dhe të banorëve dhe punojësve të bashkisë, ne do bëjmë maksimumi që t'i shmangim këtë lloj situatash, por duhet të jemi ditë ndërgjegjësuar që duhet ndihmë të gjithë dhe jo të punojnë kundër. Projekti parashikon që të dyja këto fusha të kapsulohen. Pra, bëhet një procedurë, mund ta kishim filluar edhe që nesër po themi, në gjuhë pak më të thjeshtë, por procedura merr kohën e vet. Edhe aq më tepër kur bëhet fjalë për një investim që shoqërohet me një grant edhe me një kredi të butë nga një entitet ndërkombëtar, në këtë rast nga KFV-ja, jemi detyruar të zbatojmë rigorozisht të gjitha praktikat e procedurale që vendosen qoftë nga kjo kompani apo ky entitet, qoftë edhe nga kontrata që kemi lidhur së bashku. Do marrë kohën e vet procedura nga 3 deri në 6 muaj dhe nga i moment që gjithçka është e kopsitur, ne do të fillojmë pastaj me investimin konkretisht për t'i kapsuluar këto dy fusha. Ne do bëjmë tonën, e thash pak më parë, paktën një ndërhyrje njerëzore jona për t'i mbuluar me edhe sa të mundemi, që të paktën edhe pjesa imazherike, qoftë edhe pjesa e shmangjes së zjarreve, të evitohet sa të mundemi. Landfill-i i Sherishtës në Vlorë është një projekt në vlerën 26 milion euro, ndërsa vënia në funksion e tij zgjidh problematikën e depozitimit të mbetjeve urbane në qytet.